Dy timon. Ky është momenti të vërtetës. Siç do të thoshte Naima Bazi, ka ardhur në studio e madhja, e papërsëritshmja, E dashura, gruaja, bashkëshortja, dhe mbi gjitha apo gëzona që Kelit ju ka plotësuar dëshira. Ja, nga Tirana vetëm për të punë sa mora vesh do vinte Miria. Çe Keli, llaja pse pepreki, Miria po ka. Sepse me neve, sepse dikush duke na dëgjuar thotë ç'ka me neve është Mirie, braha. Faleminderit shumë që gjete kohë që erdhe sot. Faleminderit shtëpi e madhe. Nuk ta kam thënë ndonjëherë Miria, po sa e bukur je. Jam I pari, do të jem ekskluziv, domethënë. Shikoni për dëgjues. Isha tu dek, domethënë. Sot kur më ka rënë mend që duna me ardh në radio tash pret mos vdes edhe pak, se duhet me shku në emision. Bërë një gjë të shkëlqyer Miria. Ja që u mbusha full energji pozitive dhe nuk do të vdes. Faleminderit. Me dek një herë. Tash arsyeja pse thash kesh të dek nuk jam mirë me shëndet, se çka far gripi kur që s'ma ka bu ai Covid-i. Sa pas ka shtu bukurinë oj Miria, po le të rrim gripit e tjerë, le të rrim gripin çfarë. Ne shqipni themi të kanë marrë sysh, me siguri. Merri thelpi hurdhër me vete, domethënë ta kesh. Ndoshta për me qenë më serioze dhe më serioz na, mos u lës më seriozitet. Po prit ta thon vish një fjalë herë për fillim tani luajm ping pong, s'ka problem. Për mua është një infuzion ose te ju në Shqipëri që thoni një serum që për një muaj ditë un jam okay, domethënë s'ka ankesa, s'ka grip, s'ka kur gjë. Edhe ju uroj me zemër gjithë mirat, sa shumë pozitivitet më keni dhënë prej momentit kur e vura këmbën këtu në Radio Club FM. Jo dëshiroj çdo të mirë dhe punë të mbarë dhe shumë suksese. Mbojt zemra mal kur e shoh këtë kombinim me plot emra që unë njo prej vitet të tëra. Jam I lumtur se jam gjenerata më e re në këtë mes. Të rrem. Po të gënjen mendja. Është Gjeni që është afër. Po, bën me dorë ajo. Gjeni ule dorën. Kroshja, si do të qoftë. Dhe mbi gjitha ke taku kushërinën tone. Absolutisht, Vjosa Abazin, kushërinën e Naimit me paskon ma ndryshe kisha thonë motrën e Naimit, mas ne kishin thonë sa kunata I ki, sa motra I ka Naimi. Tash mu thyn seriozitet. Pse erdhe pa Naimin? Ku është? Është vërtet që sa mirë bëre që erdhe pa Naimin, ose vërtet. Shiko, ka njerë është mirë mos me ardh me Naimin. Po çe do Naimin. A di pse? Se shijoj më shumë se kur jam me Naimin, e merr vëmendjen ai? Jo që e merr krejt, po shkon gjys, apo kupton? A kështu kur jam veç vetëm, wow, sa e shijoj. A që njeriu në momente caktuara bëhet vetjak. E vërtet. Gjonat I mira ka njerë I don më shumë për vete. Po si do të shoh Naimit jam kisha zemrën se është shumë I mirë. Patjetër. E do më ongër zemrën ç'a më bën atje tani. Pasë dhe ju ka pasë kajde. Miria, besoj Vjosa interesume se gjithë mësaferët që I patëm u ndalëm tek ajo se sa janë të lidhur me këtë pjesën humanitare, edhe që gjithmonë absolutisht je shumë e gatshme gjithmonë. Një po në çfarëdo gjendje që je. Tu dekesh. Pse? E thash jo për humanitet, çumiri se nuk të ka hije, domethënë. Jemi gjithë kështu? Po. Sa luajnë rol fëmijët në jetën tënde? Absolutisht është pjesa më e bukur e jetës, sepse fëmijët janë si ajo letëra e bardhë, e bardhë paqësore, e bukur, pa intriga, pa sherrë, s'di si me spjegu. Kur e dojnë dikon e dojnë tamam. Absolutisht, dashnin ma të madhe, veç edhe fëmita e keni vrejt edhe jo për shembull që shkojnë I dojnë do njerëz edhe pse si kanë pa kur. Edhe tani kur nalesh me mendu thë wow, prit se çto po të rreqe. E nuhasin ata krimin tek personat. Po, domethënë është ajo lidhja shpirtërore në momente të caktuara edhe pse si pa kur me ta. Kështu që unë e bëna shumë e lumtur, jam shumë e lumtur kur fëmijët vrapojnë mas meje dhe më japin shumë dashni, po normalisht edhe unë sigurisht që edhe ke marrë shumë komplimente prej fëmijëve. Të kujtohet ndonjë kompliment apo një fjalë e mirë që ke marrë prej tyre? Shumë qoftë në rrugë apo nuk e di. Ose sigurisht I dinë edhe këngët e tua, po? Këngët kur më knojnë, po, është e vërtetë, a vetëm mbojnë me u ndje mirë, edhe më çojnë nanat e fëmijëve, më çojnë video të fëmijëve të vet, domethënë që kanë po. Në fakt janë babat, po që ta çojnë në punë. No, është edhe e mundshme. Po. E di nga përvoja personale.
I kam thonë grus qoja ti. Ani, mirë, edhe kjo e bukur. Sigurisht që ka dhe persona që flenë me fotografin tënde. Po. Bajnë portofol, po nuk po e tregoj. E kështu që unë fëmijët i dush shumë edhe më japin shumë energji pozitive. Më besoni që marr shumë energji, marr jetë pi tyna. Edhe është e vërtetë që edhe në familje ku i takoj fëmijët, domethënë ku kemi fëmijë familjarëve, domethënë ata janë fëmijët që edhe mu më dojnë më shumë ti, domethënë nëse hyn Naimi në shtëpi dhe nuk është miria, më njëherë pyesin ku është Mike. Pse s'ka ardhur Mike, domethënë mungon Mike, a vjen? Edhe kështu që unë jam ajo që reflektoj dashni dhe fëmijët e kuptojnë me njëherë. Nuk mujna pa u kap të ajo fjalia e famshme që u bon nëse më thirë miria mu ndosëm edhe une më thirë. Une jo me interesu në neve të treshën. Do na frasësh në dosëm mua mirit edhe kelit, sepse ta shumë po du me ditë. Une veç për ju thëmë diçka, se ajo ka qenë një fejes, do me thonë, po që u bo ma e madhe se që janë fejesat e zakonshme. Dhe nuk ishte dasëm, nuk ishte martes. Aty, seriozisht, ju kërkoj falje pëse s'kam pas mundësimi të thirë krejtë. Në fakt, sa të vajt lista dasmë, se i bime këtu gjysmën e Prishtinës. Po, edhe me bërë stadium. Edhe qerekun e Tiranës. Po, absolutisht, edhe me bërë stadium. Ama, në rast se platori me Tringën nuk bujnë dasëm, po ju siguroj që pa buni dasëm, une me Naimin. Sa vite martes? I keni deri tash? Ka kaluar. Prej 92-ës llogarit e tash. Do thotë Remzia, jo ma mirë në telefon. Që me mi hyrien shtu jena. E pas kam vendos ndosëm, atë ka thira, ta ka bo ftesën. Prit, Amer, prit, se jam tu prit, unë njëherë do me thonë me deklamu qifti, platori edhe Tringa, edhe e bojmë, okej, që shu ka hije se ata për një me e meritojnë me budasmen, edhe Tringa e meritojnë me vesh pustanin e barë. Në rast se ata e shtyn, ose s'dojnë me bo, për vesh vetë. Edhe sigurisht që ka me pas hije se veti e bukur. Edhe të shkon miria se se ke dhe për herë të parë, domethënë pa pra normale. Ki provojë. Po, emocione. Problemi është i madh. Kur ugon nuse e re, zë shkone me dhe flok të gjata, se në gjepshe kush është, që e tash? Pse jo? Tash gjuhën sakrahe, domethënë nusja tash, nusja garant vetëm për pjetë, a veden, edhe na imi tu i thonë qëra në urdhnat e mija se ndryshe s'bon. Keli, në përvojën tënde të gjatë në media, është momenti për të bërë pyetjen më të rëndësishme për Miri e Brohan. Hajde, se me nxipërite me pas intervist. Një pyetje që na gjenerata re thojmë, qysh i ranë mend me bë këtë pyetje, qysh mu s'u ranë mend si gjenerata re? Jo, kjo ishte një moment që ne kishim përgatitur, që do bëja pyetje më të rëndësishme të jetës, pse të karrierës. Shumë unë ty Miri do. Është pyetje e rëndësishme. Mendoj se unë jam qaq e mirë dhe dashtun që ti më donë mu fort. Më sjarove pse nuk du Naimin. Ama edhe unë të dua shumë. Seriozisht se në momentin kur të pash në objektin e radios, atër mu po zemra mal vete e pe vetë sa unala dhe pola me ty në këmba. Dëgjues të dashur, jeni me emisionin Zemrat të plagosura. Diçka këtu. Zemrat të lumtura. Ja, vallatë që të lumtura. Ose zemra që nuk janë takuar më parë. Diçka po. Si tani kur të vi Aleksandr Gjoka, zemra një gruaje. Unë e budu publikisht, me Vjosën shumë shpesh e kemi thënë që Miria dhe Naimi janë personazhe publike që janë gatshëm çdo herë, janë shumë mirë kuptues ndaj gazetarëve, edhe bravo për këtë. Absolutisht jo. Madje ka qenë një moment televiziv që e di njëri prej tyre ka pasur edhe prindrit smut në spital dhe ka ardhur në emision. Edhe Miria ta kanë kthy mediat edhe gazetarët që të miren edhe që të mirë kuptimin. Jo të gjithë. Jo të gjithë, ha? Vjen kaq, por jo të gjithë. Jo, nuk shiko. Kështu, do me thonë në përballje? Në përballje të gjithë janë të mirë. Ama në momente të caktuara, në raste të veçanta, jo të shpeshta, po të rralla, din me të godit prapa shpinës. Po sigurisht që jem suti me këto, nuk duken edhe diçka interesante. A diçka ka thonë ona jam, po hajt që ka se ti jeri.
që kjo rejtë. Masane ka dalë konga me të regjina. Që more regjo, di sana. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kjo tregon dhe njerë që gazetarët janë njerëzit më me pes që ekzistojnë. Po shihet, po që pyet. Miria, cili kishme që një thirrje jote për këtë dëgjuesit tonë dhe kemi ende ora për të ardhur për cilurata, siç po she, është mbushur, po në këto momente kur ne kemi këto kampanja të rëndësishme, një thirrje nga ana e jote. Unë besoj dhe jam kogja e sigur që çdo familje, në rast se jo çdo njeri, çdo familje shqiptare, unë jam e sigur që janë të gatshëm me ndihmu. Do me thonë, në rast se nuk kanë mundësi të mëdha, atëre jam e sigur që do të ndojnë nga kafshata vetë e gojës për të kontribu në raste të rëndësishme humanitete. Kështu që po e shoh tavolinën të mbushur me plot dhurata dhe juve bravo ju të qoftë për iniciativën që e keni marrë. Prandaj edhe unë jam këtu. Edhe në çdo kohë, në çdo moment, në çdo moment, në çdo kohë, në çdo moment, ju lutem, jo vetëm juve, po edhe të tjerëve, sa herë që keni nevojë për mua, edhe si emër me famë, falni për jo modestin, më thirrni për t'i sensibilizuar të tjerët, sepse unë veç vetë nuk muj me bo pa masën, pa popullin, sigurisht, po absolutisht. Sikurse edhe ju si radio që sado që jeni kogja shumë në numër, nuk mundeni me bo diçka madhore pa pjesën e masës. Kështu që mos më kurseni në çdo kohë, në çdo moment jam e gatshme, ju përgëzoj edhe ju uroj edhe bravo ju të qoftë edhe mos çdo kohë, çdo moment, ai bën kjo edhe pas orës 12, 1, 2, 3 të mëngjesit. Unë kështu jam njëri që po rri natën kështu të di pse. Çfarë po bën? Sigurisht që do. Po tash më varet, nëse jam disponim këshyri film, nëse jam ndryshe lexoj, nëse s'm lexohet edukat fizika, bën maturës 12, fiskulturë. Çka po disponon atë moment? E këshyri orën, a? Jo, po tani kuptuam që Miria pas ka kopet madhe se numëron delet që ta zej gjumit, domethënë ndërkohë që mund të jetë shumë mirë duke parë dhe yjet, domethënë sepse numëron dhe yjet e tjetra, nuk i dalin në numërim, nuk i dalin yjet në numrin e saktë. Dhe di pse apo jo, sepse njëri yll e ka duke flet gjumë vet duke numëruar Para mendoja nëse më drejtove ka një ngjarje interesante vitin e kaluar në Vlorë, e kemi një banesë atje, shumë afër plazhit. Po pse në Vlorë, Mirie? Pse duhet ta torturoj veten njeriu? Sa është në modë banesa në Vlorë? S'ka lidhje, s'ka rëndësi, macia ka rëndësi veni, edhe me që isha natën e zgjuar deri në 2, 3, 4, varësisht se di as vet, kanjere nuk i di as vet kur më zgjumi. I pash 2 yje në qiell. Edhe ndërkohë edhe njoni ishte kogja i madh, domethënë si yje ishte shumë i madh. Është ai që gërret. U ktheva, hyra brenda, mora diçka me pi, kur dola në balkon, dul pak maknej, thash prit more ka dalë çka është. A është ylli polar për një javë ditë. Unë çdo natë e kom pa atë yll. Tu hez deri këto dhe u çeshan më mëngjes. Hajde me hulum tu. Për një me e ka po dhe dikush tjetër veçone. Ja pas ke bosi këta në Gjilan që qëshin tu fluturu. Yjet, a kishe dash me pas një yll në rrugë të Prishtinës, nëse një ditë ka me vendos që kryetari i Prishtinës me vendos yje si në Hollywood, kishe pas dëshirë me pas një yll tandin? Po, kisha pas qa. Ju veç për veti, po kështë për të gjithë emrat, sepse shiko, me gjithatë ne jemi shtet i ri, por kemi pas dhe kemi ende yje që e meritojnë me pas një si me thonë, një gur në mur, duke gurin e, si me thonë, me aludu në yll. Tu fillu për një gjmije pagarushës dhe plot leze qena e aktor, artist në përgjithësi të gjitha fushave. Po, mendoj që këtu një kritik t'ja japi kryetarit komunës. Sepse na e kam byll arterien kryesore të kryeqytetit. E vërtet, edhe unë jam dakord me ty. Mirë, jam mos u bë nervoz. Jo, nuk bëna nervoz, nuk jam nervoz.
Unë kisha thënë që pjesën na më përfundu e me ladhen e pjesës tër pas orës 1, me qenë se the kur doni, edhe sonte me ark, çatër ka ora 1-2. Keli a mundesh? Je i pamshir. Unë tu jam, po je i pamshir. Tu jam 1-2 çatër? Po, këtu jam. Bledin po. Unë për mirien vi edhe 5 vjeçit. Nat falenderojmë shumë që erdhe, edhe jemi mirë. Çka thoni ju nëse unë nuk du mu çupi këtu? Ani jo ti rre. Ti transmetoj një këngë dhe ti vazhdo. Ti rre këtu. Unë ju falenderoj juve, ama mu po m'pëlqen edhe nuk du me shku në shpe. Jo ti rre këtu sa dush. Edhe se i kam do punë kriti shty edhe për pak. Ama menoj se si ta lëshojnë ana që tash se Remzi Osmani kena me shuti kemi shumë me do. Jo, ma lëshoni Remzi Osmani versioni Maroon 5. Dish pa vishni me natë se po t'inglon këtu që unë jam hasëm me Remzi. Ja, ti je ma e mira. Pik. Thuj, fol diçka, fol. E që është më e mirë. O, me kanë thënë, o, ti je ma e mira. O, me kanë thënë, o, ti je ma e mira. Pik. Maroon 5, Memory. Shumë faleminderit. Faleminderit.